Dhe ajo çfarë prej neve kërkohet është marrëveshje politike mbi vullnetin e popullit, mbi vullnetin demokratik. Pra piknisja jonë është vullneti demokratik. Nuk do duhet që në mënyrë politike të bëjmë balancin demokratik, se balanci demokratik është tashmë i normuar për brenda kushtetueshmërisë së Republikës Kosovës. Dhe në këtë situatë ku kemi ambicje, ku kemi apetite që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë presidentin e Republikës, ndonse ju e dini që për të aplikuar për president të Republikës nevojitën 39 shkrime. Pra edhe për aplikim duhet 39 shkrime. Për të zgjedhur duhet 61. Ka shpërputhje të madhe midis rezultatit përkatës dhe ambicjeve konkrete, dhe ky është problemi i mosarritjes marrëveshjes politike deri më tani. Por tash natyrisht që preferenca jonë e parë është presidenti konsensual. Por nëse nuk ka president konsensual, edhe nëse vim të presidentit partijak, atëherë është lëvizja vetëvendosje. Parti për parti jena na. Se ne kemi 53 deputet, e 3 tjerë të bashku, PDK 22 deputet, LDK 18 dhe AK 7 gjithsej bën 47. Pra ne 53, ata 47. Unë po them, letë mos zgjedhim president partijak. Letë shkojmë me një figurë akademike, profesionistë të dëshmuar, me vlera, me kontribute, me merita shoqërore e kombëtare në vendin tonë. Unë besoj që ka 10 të tillë së paku. Një dyzinë sosh, unë mund t'ua përmend edhe sot këtu. Ju e dini që unë jam vetëm kryeministër në detyrë, nuk jam kryesues i seancës konstituive. Pra, seanca konstituive e kuvendit ka nisur dje. Kur vazhdon vendos kryesuesi i seancës. Unë nuk jam takuar sot me kryesuesin e seancës dhe nuk i kam ndërmend takohem me kryesuesin e seancës, sepse kam shumë punë si